Thirrësi. Në ungjillin e sotëm, në të dielën e 11 të ungjillorit ma the, Zoti ynë Jesu Krisht na tregon një paravoli duke na thënë: mbretëria e qiejve ngjan me një mbret i cili deshte të bënte llogari me shërbëtorët e tij. Zoti na jep të kuptojmë se ai është mbreti i gjithësisë, Zoti dhe zotëruesi i të gjitha të mirave që ne zotërojmë, dhe se tek ai do të japim llogari për çdo arritje apo dështimin ton. Nuk është e frikshme dhe as gjykuese e përfundimtare ballafaqimi ynë me mbretin e gjithësisë, do me thënë me vetë Perëndin, por ndërgjegjësuese, inkurajuese dhe frymëzuese. Është ajo për të cilën ne përpiqemi brenda kësaj jete dhe për të cilën jemi thirrur të jetojmë pranë tij në përjetësi. Kështu dhe mbreti i paravolisë së sotme deshte të bënte llogari me qytetarët e tij dhe i sollën përpara një njeri që detyrohej 10.000 talanta, por ai nuk ishte që t'i jepte zotërisë së tij. Zotëria urdhëroi atëre që të shitej ai, gruaja e tij, fëmijët dhe gjithçka që ai kishte, derisa të paguheshin të gjitha detyrimet. Nga ana njerëzore duket e frikshme, por edhe e drejtë. Se në bazë të asaj që ata kishin rënë dakord, ai duhet të kthente detyrimin tek zotëria e tij. Ishte treguar jo korrekt ndaj të mirave që zotëria i kishte besuar. Jo vetëm që nuk i kishte shumuar ato, por dhe kishte shpenzuar e nuk kishte tashmë çfarë të kthente. Dhe i drejt duket gjykimi i zotërisë. Por më poshtë do të shohim se shërbëtori i ra në gjunjë dhe i lutej duke i thënë: Zot, tregohu zemërgjër për mua dhe do t'i laj të gjitha detyrimet e mia. Ishte kjo një kërkesë e drejtë ndaj zotërisë së tij? Ai tashmë kishte shpenzuar dhe prishur 10.000 talanta, duke i harxhuar ato. Mund t'i kthente ai përsëri, apo lutej dhe përgjërohej thjesht për të shmangur dënimin e tij? Zotëria i jep një mundësi tjetër shërbëtorit të tij, i jep kohë pendimi, kohë reflektimi, mundësi jo vetëm për të kthyer mbrapa pasurinë, por që të mos jetë më dinak, gënjeshtar dhe justifikues. Të gjithëve na jep këtë mundësi Zoti, jo se ai ka nevojë t'i kthejmë mbrapa të mirat materiale. Nuk i dhimbsen Zotit materialja, por shpirti ynë kur ne u mbasim atë. Sepse ai do që çdo njeri që ka mëkatuar të kthehet në rrugën e drejtë me anë të pendimit. Gjithësinë e krijoi për ne dhe na vendosi mbret brenda krijimit të tij. Krenaria, gënjeshtra, justifikimi, lakmia na largojnë nga Zoti dhe nuk na japin mundësinë që të pendohemi. Ato na e konsumojnë kohën duke mos bërë punë të mira brenda vreshtit të Perëndisë. Dhe shikojmë më poshtë që zotëria ju dhimbs shërbëtorit i tij dhe ja fali të gjitha detyrimet. Ai tashmë mund të kthehet tek shtëpia e tij, tek familja e tij, në punën e tij të përditshme pas një detyrim. Zotëria jo vetëm që i dha kohë, por dhe i fali të gjitha detyrimet që ai i kishte atij. Ja fali të gjitha të dukshmet dhe të padukshmet, duke i dhënë mundësinë të mos kthehet më në të vjellat e tij të mëparshme, në zakonet dhe veset e këqija,
por të filloj një jetë të re, duke pasur si shembull zotërin, do me thënë vetë Zotin, cilësit e të cilit janë i dashur, i dhëmshur, zëmërgjër, njëri dashës, i duruar, i drejt dhe i gatshëm për të na dëgjuar çdo kërkesë, madje dhe çdo kësherëtimën tonë. Kjo paravoli është quajtur i shërbëtorit të ligë, duke mos e cilësuar paravolin Zoti si i Zotit zëmërdhëmshur dhe të drejtë. Nuk të ishte Zotit të nxirrte në pa cilësitë e tij hyjnore, por dobësitë njerëzore që vazhdimisht e largojnë njeriu prej tij. Zoti qëndron përballë njeriu dhe njeriu vazhdimisht largohet nga prezenca e Perëndis. Sa e frikshme është kjo. Zoti qëndron pranë nesh dhe na pret, jo që t'i kthejmë borxhin, por që ta njohim atë dhe ta duam, ta njohim atë si Zot dhe mbret të jetës sonë. Zoti nuk kërkon nga ne flime dhe sakrifica për mëkatin, sepse ai u bë vetë sakrificë dhe therrore për ne. Ai shpërbleu dhe shleu detyrimet tona, duke na dhënë mundësinë si shërbëtori i kësaj paravolie të jemi tashmë përpara tij pas një detyrim. Vallë, a jemi dhe ne të dhëmshur që t'i ngjajmë Zotit ton, apo sillemi si shërbëtori kësaj paravolie, i cili pas u largua nga prezenca e zotërisë së tij, shkoi dhe gjeti një nga shokët e tij, që detyroheshin atij 100 dinar, dhe zuri ta mbyste duke i thënë: "Më jep detyrimin që më ke." Harroi bamirësinë, zëmërdhëmshurinë dhe faljen që u bë atij nga zotëria, dhe zuri ta mbyste me duar shokun, duke i kërkuar detyrimin që i kishte. Sa shpejt i harroi njeriu të mirat që i bëhen nga Perëndia, por dhe nga njerëzit e tjerë. Nuk bëhet më i mirë nga të mirat që i bëhen, por harron shpejt ato. Zotërohet nga inati, lakmia, përpasurin, pushteti dhe parësia. Harron dëmshurinë e Zotit të tij, duke mos sjellë ndërmend ditën e gjyqit. Balta gjykon baltën, pas sjell ndërmend Zotin dhe dashurinë e tij. Dhe shikoj më poshtë që shoku dhe miqtë e tij të përbashkët i luteshin që të tregoj dhe ai i zëmërdhëmshur, por ai e hodhi atë në burg, deri sa t'i lante të gjitha detyrimet që i kishte. Ky veprim i vihet në dijeni zotërisë për sjelljen e ashpër që tregoi, dhe zotëria thiri pranë shërbëtorin e tij dhe i tha: "Shërbëtori lig, të gjitha detyrimet që më kishe unë t'i fala, sepse mu lutem. A nuk duaj edhe ti ta përdëlleje shokun tënd siç të përdëlleva unë ty?" Dhe na thuhet më poshtë brenda kësaj parabolie se zotëria u mërzit dhe u zëmërua nga kjo sjellje e shërbëtorit të tij dhe e dha në të në duart e torturuesve, derisa t'i lante të gjitha detyrimet që kishte. Duke na thënë edhe neve Zoti nëpërmjet kësaj paravolie se urdhëri dhe kryetari dhe gjykuesi i gjithësisë është vetëse ai, që nëse nuk u afalim dhe neve detyrimet, fajet dhe gabimet e të tjerëve, as aty ynë që është në qiell nuk ka për t'i falur fajet, detyrimet dhe gabimet që bëjmë dhe kemi ndaj tij. Të dashur vëllezër dhe motra, le të largohemi sot nga kisha, duke sjellë ndërmend dëmshurinë, zemërgjerësinë dhe dashurinë ndaj të tjerëve, që t'i ngjajmë Zotit tonë Jezu Krisht dhe jo shërbëtorit dinak e të lig të kësaj parabolie.
u bëftë për secilin prej nesh.